Mikelian Toma, 32 vjeç dhe David Simoni, 34 vjeç të arrestuar mbrëmjen e së mërkurës në Shkodër në ndjekje nga policia, dyshohet se ishin nisur për të vendosur një sasi tritoli, por u pikasën nga policia. Motocikleta e tyre u pa në mënyrë rastësore në një prej rrugëve të lagjes Xhabie, në të cilin po lëviznin dy persona me skafandra. Në pamje të parë, bluve u zhdukur e dyshim dhe i kanë bërë shenjë të ndalojë, moment kur drejtuesi i saj ka dhënë gaz për t'u larguar. Policia është vënë më pas në rrugica dhe për 20 minuta ndjekje rrugic më rrugic si në filma, ka mundur të ndalojë dhe arrestoj dy personat, drejtuesi i motocikletës dhe pasagjerin. Dalimi i tyre është bërë pranë varrezave të dëshmorëve apo urës së Kirit në Shkodër, moment kur motocikleta është përplasur në tentativë për t'u arratisur. Nga verifikimi i bluve rezultoi se targa e saj ishte e vjedhur dhe me numër shasie të ndryshuar. Pavarësisht se dyshimet e grupit hetimor janë se dy të rinjt ishin nisur për vendosje tritoli, të cilin dyshohet se e kanë hedhur gjatë kohës që kanë qenë në ndjekje nga policia, lënda plasëse nuk është gjetur. Toma dhe Simoni nuk kanë deklaruar asgjë në seancën e marrjes në pyetje, duke mos u treguar bashkëpunëtor. Nuk dihet kush ka qenë shënjestra e tyre, ndërsa hetimet në vijim pritet të zbardhin detaje më të plota. Pas kontrollit të dy makinave të tyre u gjetën një bidon me benzinë, një silenciator dhe pak kokainë.